Gjatë e dekadave, një pastruese inderrimit të nates fshehu faktin se dikur kishte, kene një analisti financiare brillante, duke sakrifikuar karrieren e saj për të kujdesur për të bigjeni semure. Në njëgim, ajo gjen themeluesin një fondi investimesh në të shperim, I bindur se një dishtimi tregut kishte shkateruar gjithë pasurina e tij, por mjaftojnë pak sekonda para ekraneve kjue ajo te kuptoje se renia nuk erdhi nga gjashta. Dikush brenda kompanisë kishte projektuar një mashtrim pothuajse perfekt. Para lindjes së diellit, Teddy do të duhet të çmaskojnë një tradhti të vjetër, dhe të zbulojnë botez gruane jashtëzakonshme kujt gjithë. Insistuan ta shihnin vetëm si pastruese. Orane murin e priqës shenon të njëzet e 3:20 kur Jolanda Ferra shtu karoqen, e pastrimit brenda ashensorit të shërpimit të kules Aurora. Ndërtesa, e tëra me ksham paskyre, dominon të një blok të tere në Bulevardin, dëshmoreti kombit, në Tirane, dhe në Aten, kur këtet korporativ zbrazeshin, fitohesh një heshtje pothuaj se shenjte, sikur të ruante sekrete kë shfakeshin, vetëm pasi dritët I sallave të mbledgjeve fikeshin. Hajo njihte qdo centimeter të asaj nderte se prej gati të vitesh. E dinte se cila salle në katin e njëzit e kishte tapetin me te veshtire per ti hekur njolla të kafese. E dinte se kuzhina e katit të tembedjet e kishte gjith mone e në të pistat të grumbulluara të premtive. Dinte magje edhi eren e shdo parfumi kë ekzekutivet, linin pas permes kondicionerit. Por ishte njëgje ki askush një ate, nderte si nuk e dinte per te, dhe Jolanda insistonte kë te mbetej ashtu. Dersa ashensoring gjitej, ajo mbeshtet I koken në metalin e ftotet hembili site per një moment. Gjashte atyre mureve prej kshami, ajo ishte vetem një zonje qeter me uniforme blu marine, flokete kapur në një topuz të thjeshte, duart e ashpranga shumë produkte pastrimi. Askush nuk do ta imagjinon se, dekada me pare. Ato duar kishin plotesuar tabela rreziku për një, nga bankat me të medha të investimeve në Evrope, se ajo grua e moshes se mesme kishte mbrojtur, në anglisht të rgjedhshme, një teze mbi manipulimin algoritmik të treggjeve para një komisioni, provimi në Londër. Ashensori ndaloj në katin në gjezet e dite, ku ndodhej selja e fondit Cedro Capital. Jolanda shtiu karoqen gjashte. Rotat kersiten lehte mbi dishemeni e ftohte. Ishte ati, mes atyre sallave me ksham të mate, të mureve me piktura abstrakte shume të shtrenjta, ku ajo kalonte netet e se martez dhe të enjtes, duke zbrazur koshat e plehrave, duke lustruar tavolinat e mbledgjeve dhe, here pas here, padashqe, duke leksuar me një shikim të shpekte ndonjë raport financiar të harruar mbi tavoline. Ka ishte një zakoni vjetër kue ajo nuk mund të praktiste. Kuduke ta ishte, si ta isaj automatikisht kërkonin numra, grafike, tendensa. Ishte si një gjuhe kë ajo ishte betuar ta mos I fliste me kurre me zete larte, por ke vazdonte ta nderonte. Dersa fshinte tavolinat I sales kryesore të mbledjeve. Jolanda mendoj, si që bente pothuajse që donate, per të bigjen. Bjorta ishte miretani e diplomuar. Duke punuar si infermiere në spitalin pediatrik të qytetit, larga saj dhome spitaliku kishte kaluar një pjesë të mirete, famigjarise duke luftuar kunder një se mundjegje kwe pothuajse e kishte marre. Ishte për shkak të asaj dhome, të atyre në teve pak gjume prane krevatit të vajzes. Që Jolanda kishte lene pas karrieren që kishte ndërtuar me akshume sakrifice. Nuk pendohej. Nuk ishte penduar kurre për asnjë zgjedhje. Por ndonjë hire, I vetme një atë ore të vone, ndjente nje thimgje të huaj, pothuajse fizike, kur kushtonte si çfarë mund ta kishte kene. Ishte teksa polinte karrosen në depon, e katit kur e vurire. Një drita e ndezur, kë vinte nga sala në cepin me të largat të koridorit, ku ndodhej zira e themeluesit të fondit. Redon Vasili ishte një burre pa këmbita dizetat, pronari një zyre, që Jolanda e pastronte prej vitesh pashkembir kurre me shume se një mire mengjes me të. Haje zakonisht largohej para ores djete të mbremgjes, gjithmone me kostum të pateme të, gjithmone me atë pamgjen e dikujt ke mbante boten më bi supe, por ne menyre të organizuar dhe të kontroluar. Ajo driti e ndezur, ne atë ore,
Ishte e çuditshme, shumë e çuditshme. Jolanda hezitoi per një sekonde. Instinkti i saj I punongjesis I thoshte ta ingjoronte, te përfundonte punën e të ikte, siç bente gjithmonë. Por kishte diçka në heshtjen e rënda që vinte nga I drejtim. Diçka që nuk përshtatej me mjedisin zakonisht të kontrolluar të atij kati. Nuk kishte zhurme tastiere, as hapash, as telefonatash. Kishte vetëm atë heshtje të mbitur që agjo I ngjihte nga larg. Heshtjen e dikujt që ishte vetëm të nuk donte të dëgjohej. Hajoj la karocen pas murit dhe si ngadali ne per koridor. Zurma I hapave tisaj dukejshme I larte, se zakonisht mbi dishemene I lemuar. Sa me shume ke afrohej, ak me shume nje parangjenje ritej brenda sej, diçka ke vinte nga nje vendi vjetir, po tuaj se I harruar. Nje vend ku ajudikur u beson të plotesisht instinktivite vita. Ndaloj para deres gjisme të hapur, permes apesire se vogel. Pasalan e ziturne dritan e kalter të tre ekraneve të kompjuterit të ndizur, grafike të kuk ke pulsonin. Te, I ulur pas tavolines, nje burre kë agjomezi e njohu. Redon Vasili ishte me kravate të leshuar, ksa ketan e hedhur shkuzdesur, ma binje karrige. Fytyran e zbeted Eduard ke I dridheshin lehte mbi tastire. Duke sikur ishte plakur dgjete vjetke nga hera, e fundit ke agjo e kishte parete kalonte ne ate koridor. Jolanda mbeti e palevizur ati. Zemra I rrihte me force që duhej per një pastruese të thjeshta ku thjesht po kalonte ne koridor. Diçka shume e rende po ndotte ne ate sale, dhe sa doke perpikej tjebin të vetin se nuk ishte puna e saj. Një pjesë e saj, një pjesë ky agjo mendonte se e kishte leni pas para me shume se njezit vitesh, tashme po logariste, po analizonte, po kuptonte se ai nuk ishte një problem I zakonshëm. Mori frime tele. Dhe kundër çdo instinkti maturie që gjeta e kishte mesuar të kultivonte. Trokiti lehte në deren gjisme të hapur. Redoni ngriti kokën vrulshem. Syte e kuk nga logja takuanti sagjet permes hapesires së deres. Per një moment, u duki konfuz, sikur nuk mund të kuptonte se çfarë po bente një pastruese atine ate ore, duke trokitur në deren e taj private. Me pas, ndoshta sepse ishte ak, I raskapitur sa nuk kishte me forse të ruante dukjen, thjesht psheretju. Pon të hini alda haj. Men jese të ngjirur kemizi dukej si ai ke Jolanda degjonte në koridore gjate dites, gjithmone I prerej, gjithmone I sigurt. Nuk ka me rendesi. Hajo shtiu deren në ngadale. Duke u ngjere sinje ndër hajri se ne ate momentak, intim dhe shperimit të gjetrit. Sallambante e re kafegje të ftohte dhe diçka gjeter. Një përzirgje gjerse dhe anktike varejne a gjersi një mjegull pothuajse e prekshme. Mbi tavoline, letra ishin shperndare pa asnjë rregull, në kontrast me organizimin e patemet e kë Jolanda gjente gjithmone, në atezire gjatë dites. Jeni mire, zoti Redon? Pjeti ajo duke zgjedhur fjalet me kushdesin e dikujt kë e dise nuk eshte roli I saj të pjesi, por kë nuk mund ta ingjoronte thjesht atë pamgje. Ai keshi një e keshur I thate, pa asnjë humor të vertete. Mire, perseriti ai, si kur fjala të ishte absurde. Jo zonja Jolanda, dha ai, dhe ajo u habit kë ai, e dinte emrin e saj, diçka kë nuk e kishte imagjinuar kurre. Nuk gjam mire, që do gjeka humbur. Jolanda mbeti në kembe pranederes, pa e ditur nëse duhejte afrohej apo të terhike. Humbursi? Pjeti ajo me ze teulet, po tuaj se padashgje, ai tregoj turbult drejt ekraneve, grafiket e kuke zbrisnin në kurbat të papritura. Fondi, tha ai. 20 vjet duke e ndërtuar kete, 20 vjet pune, në të pagjume, besim ke kindra familje kane depozituar tek une, të ne një agim të vetem, që do gje u avullua, një deshtimi tregut, një korrigjim ke askush nuk e parashikoj, një levizje ke fshiu pozicionet e tëra para se une te mund të begja diçka. Jolanda ngjeu diçka të leviste brenda saj, një shketesim kë vinte nga shumë larg. Si ta I saj, pothuajse pa e urdhëruar ajo, shkuan te ekrani me I afert. Ku një sekuence numrash dhe grafike shtelu haqmerise pasonin njeri tjetrin në një shpejtësi kë shumika e njerëzve nuk do të mund ta ndiknin, por ajo mundej. Gjithmonë kishte mundur. Mundem? Pyeti ajo duke treguar me hezitim karrigen pranit tavolines së taj. Redoni në ngriti ngjeve tull.
i konfuzuar nga kërkesa, por ishte shumë i lodhur për të venen e dishim asgje atenate. Urdhëroni, u përgjigjaj, me një gest të pakar të dore, me shumë i interesuar të këtehaj e të shite ekranin sesa, të kuptonte pse një punonjese pastrimi donte të ulej para katastrofes financiare të gjëtise e tij. Hajër su afrua ngadale, duke u përpjekur të mos duke i shumë e çuditshme, dhe si taj sa vrapuan ne per ekran me një shpejtësike edhe asaj vete, ju duke frikshme pasak shumë e vitesh pa praktikuar. Kishte diçka ati kje nuk përputej. Renia ke ai përshkruante si një dështim të përgjithshëm të tregut nuk kishte formen e një korrigjimi të jashtëm. Reniet e vërtet të tregut, ato të shkaktuara nga ngjarje globale, kishin një model, një korelacion mes aseteve të ndryshme, një logj infekcioni që përhapej në mënyre relativisht të parashikueshme mes sektoreve. Ajo që shihte në ekran ishte ndryshe, e përkendruar, kirurgjikale, sikur vetëm pozicionet specifike të fondit të ishin goditur, ndërsa pjesa tjetër e tregut, indekset e përgjithshme, konkurentet direkte, mbeteshin praktikisht të këndrueshëm. Me falni përpjeqen, tha ajo duke u përpjekur të mbante zërin neutral, si dikush që thjesht hap bisede për edukate. Por kjo reni, apreku vetëm asetet e fondit, apo ra i gjithe tregu bashke. Redoni e veshtroj sikur agjote kishte bere një pjeqe në një gjuhe qeter. Si du të thote? Pjeti ai duke mbledur vetulat. Indeksi i përgjithshëm, insistuaj ajo me butesi. A ranët të njajten per mase këte agim? A i hezitoj, duke pare serish drejt ekraneve, sikur po i shihte ata numra per heret te pare në një drite qeter. Jo, pranoja ngadale. Nukra ak shume. Vetëm pozicionet tona specifike u shkateruan në këte mënyre. Një heshqe u vendos mes të dive, e rande ngarkuar me një pjeqe ke as njeri prej të dive. Nuk kishte guksim të formulonte me zete larte ende. Gjolanda në gjeu zemrenti rrihte fort, jo nga frika, por nga ai eksitimi i vjeter ke e njihte ak mire. Ajo njësia e te kenit para nje puzzle kjeve tem ajo dukej e afte të shihte plotësisht. Hajo e dinte, me nje siguri ka vinte nga njëzet vjet për vogjet e heshtur, se ai nuk ishte dashtim tregu asgjë. Ishte diçka tjetër, shumë me i rrezikshme, shumë me aferë se sa Redon Vasili do të donte të pranon të kurre. Redon i ferkoj fytyren me të digja duart, sikur përpikej të largonte një mendim ke insiston të tek të hej. Gjumer një vesh nga grafiket, zonja Gjolanda. Pjeti ai, në një përzjergje kuresh që gjithë mosbesimi, duke e pare tani me shumë e vëmendje sesa, i kishte kushtuar kurren e të vjet bashka gjithese të heshtur në atë koridor. Gjolandën gjeu impulsin e vjeter për të tërhekur, për të tenesi gjo, se ishte vetëm një pjeqe budallake. Friti kuresh qes se dikujt kë kalonak shume kohe prani ekraneve, të gjëreve pa kuptuar asgjë. Ishte ajo kje bente gjithmone, ajo ke kishte mesuar të i bente për të mbrojshtur boten e vogel ke kishte ndertuar për vete dhe për të bijen. Por diska ne ate agim, ndoshta deshperimi i sinkerte ne sita i atiq burri, ndoshta vete lodhja nga ruashgja, i sekreteve për ak shume kohe, beri ke ajo të hezitonte para si të per seris të gjengjeshtrën e zakonshme. Marvesh pak, u përgjigj ajo, me ne fund, duke zgjedhur fjalet me kuqtës, si dikush ke se mbinja kulta hole ke mund të kriset në kështu moment. Redoni po e veshgon të per një sas të gjate, sikur po përpikejte dhe shifronte diçka në fytyra e saj ke nuk mund të emertonte. Pak, per seriti ai, po tuajse me vete, sikur ato fjalet e mos mgjaftonin per të shpjeguara te ke sapo kishte deshmuar. Gjusapo identifikuat në 10 sekonda diçka ke e gjithë skuadra, ime e analisteve nuk arriti të vinte rene 6 ore mbledhje emergjense. Gjolandan gjo fytyren ti naksehej. Një përzjer që krenarjet e vjeter dhe friketere ke luftonin per hapesire e brenda saj. Ishte vetem një vezgim, mermeriti ajo, duke u përpjekur të minimizonte. Ndon gjëhere kush ishte 6 gjerat e ndryshme. Hajnuk u duk i bindur, por ishte shume i raskapitur dhe shume i deshperuar per ta insistuar në atë moment. Këthiu si ta nga ekrani, duke levizur në per doshje digitale me levizje gjitnje i me nervozi,
sikur po kërkonte diçka që idinte se ishte ati, por nuk mund ta gjente. Jolanda vezgoi gishtat e ti kedrit heshin bi tastierit në gjëngje timgje ki kargjegje ti sinkerte. Ka është do këta ishte ai burrek gjatë edites. Me kostumin e tiste pa të meted he pamgjen e tiste autoritetit të pa diskutueshem. Ne ate agima ishte vetëm një baba familje gjë i dashperuar kë shihte punën e një, gjete të tere duke u shembur parasive. Dersa ai leviste në për skedare, diçka në ekrane kapi vëmendjen e Jolandës Serish. Një model në oraret i transaksioneve. Ajo u perkull pak me shume, si te duke vrapuar në per kolonat, e të dhenave me nje familiaritet kë i surprizonte në çdo sekonde. Sikur nje muskul kë ajo e mendonte te atrofizuar pas dekadash pasiviteti ishte, në fakt, vetëm i fjetur, duke pritur momentin e duhur per të zgjuar. Koshtimet erdhen si nje dalge e papritur, pa paralajmerim. Ajo i paveten per nje sast te ulur në nje salle mezimi në Londër, njëzet e shtate vjet me i re, floket i erret të leshuar mbi supe, duke debatuar me nje profesor skeptik mbi modelit kë algoritmet kek ta shesilinin paskur, manipulonin tregjet në menyre të fshehte. Teza i saj, imbrojshtur me a krenari para nje komisioni të njohur, trajtonte pikërisht kete. Si të identifikoheshin shenjat e gishtërinjve të fshehura në levizjet, i tregut ke dukeshin të rastesishme për sirin i zakonshem, por ke per ata kedinin të kerkonin, tregonin një histori kreqtesisht të ndryshme. Ato shenja gishtërin shishin ati, në ekranin parasaj, akte karta sa një në nshkrim. Zoti Redon, tha ajo zeri me i forte tani, po tuaj se pa e venere ke kishte braktisur tonin hezitueste pak minutave me pare. Keto levizje ke rezuan pozicionet e fondit, ato ndoden të gjitha brenda një dritaregje kohe shume specifike, apo gjo. A ingriti sita i habitur nga ndryshimi në këndrimin e sagje. Po, konfirmoj ai, duke e pare me një vëmendje të shtuar, mes ores dide 4 të mengjesit. Pse? Sepse kjo nuk ishte shelje tregu, u per gjigja gjo po thuaj se pa mundur të përmbahej. Tregu nuk njekore ne menyre ak precize Zoti Redon, një rezit njekin oren. Dikush ko e dinte saktesisht se kur sistemet e vezgimit do t'i kishin me pak njerëz në detire. Kur likuditeti do të ishte me i ulet dhe me i lehta per të manipuluar pangritur dishimit të mengjehershme. Heshgja ke pasoj ishte ndryshengat e gjithat e gjerat e asajnati. Redoni po e veshtronte, tani me nje shpregje kjo përzjen të habine, mos besimin të fillimin e nje friket e re, me të tellese dëshperimi financiar ke i konsumonte pak minuta me pare. Kush gjeni gju? Pjeti a ime në fund, zeri po tuaj se një peshperitje. Kush gjeni gju vertet, zonja Jolanda? Hajon gju boten per një sast, të ndalonte se rotuluari. 20 vjet heshqe e ndertuar me kush diskercianonin të shembeshin ati, në ate sale të ftohte në orentre të mengjësit, para nje burrike a gjumezi e njite, por këtani po e shihte sikur a gjumbanti qelisin per të shpetuar qtuk gjeki a i kishte ndertuar. Jolanda mori frime të le, i dinte se, ke nga ai moment, nuk du të kishte me këtim pas. Hajoh pa duarte veta, te ashprate shenura nga vitet e produkteve të pastrimit, dhe per njej sast po tuad se keshime ironine, i të gjithe ke saj. Sa agime kishte kaluar duke pastruar ate katin in gjeshte, duke degjuar kalimti biseda per operacione miliarda dolaresh, duke njere trupin ti rendonte nga deshira, per ta e marrep gjese, per të treguar se kuptonte me shume nga agjose sa kush do ati do të dishonte. Te tani gjaku ishte, duke u pjetur drejt per drejt se kush ishte, në vendin e sakte ku ishte betuarte mos zbulonte kurre asgje. Gjam vetem një pastruese, Zoti Redon, tentoi agjo në një përpjekje të fundit të dobet per të mbajtur fasadan ke e mbroante pregjak shume kohe. Gjuduhet të gjeni shume i lodhur, ndoshta ishte me mirete pushoni pak para se të vazdoni të shihni këta numra. Por Redoni tundi koker. I vendosur syte tani duke shkelkjer me një urgjense të ndryshme nga dëshperimi i me parshem. Jo, tha ai me vendosmeri. Unë kam punuar me analistet me të mire të rezikut në kete vend, zonja Jolanda. Te diplomuar në universitetit me të mira me sive të patemite, as një prej tyre nuk pa ati kë ju sapo pate në qeshtje minutash. Kjo nuk eshte fat. Kjo nuk eshte intuita
e dikujt kë kalon pranë ekraneve që dodite. Kjo është njohuri teknike e tele specifike. Hajon ngrit nga karrigia, duke anashkaluar tavolinën nga dale. Sikur kishte frike ta tremte, ta bente atete tirhike i brenda heshqes nga kusapo kishte dale. Gju lutëm, insistoi ai, zeri tani pothuajt se lutes. Nuk kam asken qeter të kush të besoj keten ate. Nëse ju dini diçka, nëse mund të me ndihmoni të kuptoj se çfarë po ndodh, ju përgjerohem kete flisni. Jolanda mbylli sytë per një sekonde, duke ndjere peshen e di dekadave zgjedhjeshke konvergonin, në atë momenteve tem. Mendoj per Bjorten, per vajzen kë kishte luftuar ak shume per të mbijetuar, per motivin kë e kishte beret e braktiste që do gje. Mendoj edhe per veten per gruan kë kishte kene me pare, dhe kë ndoshta vetem ndoshta eksistonte ende, e fshehur nën uniformen blu marine dhe hesht gjene ak shume viteve. Doshta jeshte me mire ta shpjegoj stugje ke nga fillimi, tha ajo me në fund, zeri duke i dritur vetëm pak. Por ju duhet të kuptoni se ajo ke du të tregoj nuk del nga kjo sale. Reduni pohoj me njëhere me koke, po tuajse me deshperim. Si një burre ke sapo kishte marre literin e vetem të afte, per ta nexgjere nga nje pus pa fund. Keni fjallën tim, zonja Jolanda, tha ai, duke u ullur per seri. Por kete here per balesaj, gjo me pas tavolinës, si kur ta kishte braktisur ati pa e venere, që do hierarki kë indante. Jolanda tërhoki karigen anash, duke u ullur me një kendrim kë, edhe pa e venere a gjo vete, kishte ndryshuar hollesisht në minutat e fundit. Shpatullat me të drejta, mjekra pak me engritur, si të me një shkelkim ke nuk shfaka e prej shume kohe. Shume vit me e pare, para se të isha pastruese në kete ndërtese. Une punogja me analizen e rezikut financiar. Filui a gjo, duke zgjedhur qdo fjale si dikush ke niks gjerë, me kushdes. Objektet e pluhurosura nga nje kuti e mbilur prej shume kohesh. Kam bere master jashtë vendit në modelim sasjor. Teza ime e diplomes trashton të pikerisht se sitë. Identifikoheshin modelet e manipulimit në tregjet financiare, sinjale ke shumika e sistemeve automatike nuk gjane të aftati kapin, sepse gjane krigjuar per të kërkuar gabime sistemi, gjo kelimen gjerezore të fshehura pas numrave. Redoni poj degjon të menjeve menje pothuajse nderuese. Pa nder prere, sikur kishte frikese që do fjaleti mund të bente atë refim të ndalonte se rjedhuri. Pse nuk ma keni tene kur rekete? Pjeti ai, kura gjo berin gje pauze. Pse punoni ketu, duke pastruar zajra? Kur mund të ishitne që do fond të vendit, duke fituar djete here me shume? Jolanda Buzekeshi, nje Buzekeshi e trishte kembante me shume historisesa që do fjale do të mund të shpjegonte. Vajza ime u semur shume kur ishte e vogel, tha ajo, zeri duke u ullur në intensitet, si që ndod të gjithmone kur ajo të me vintën e pa. Nje se mundje e rende, nga ato ke bajne këks do prioriteti gjete se njeriut të këtehet përmbis në nje sekunde, me duhej të ndalo gjastugje. Talja punan, talja projektet, talja magjet he kontaktet me koleget kwe dikur ishinta renda si shem per mua, sepse nuk kisha me kohe, as energi, per as gje qeter per veç kushdisit per te. Po babaj i vajzis, Pjeti redoni me delikatese, duke kuptuar se po shkelte në një teritor të ndjeshem. Iku, u përgjigja gjo thjesht pa as një meri të dukshme neze, vetem një lodhje të vjetër. Nuk e mbajti do të peshen i situates, disa burra nuk e mbajne do të zoti redon. Mbeta vetem me te, dhe ashtu mbetem, ne te digja per shume vite. Redoni ulisite, dukshem i prekur. Dhe per një sast heshtja me stire mbajti një peshe të ndryshme, me njerezore, me te larget nga gjo katastrofe financiare ke i kishte bashkuar ti. Me vjen shume kek, tha ai sinkerisht. Nuk ka nevoja te ju vije kek, u përgjigj ajo duke rifituar pak nga kendrimi i saj. Vajgza ime eshte mire sot, e diplomuar, punon, duke ndihmuar femigje të tjere si infermiere. Që do sakrifice i avlejti, une do te zgjidhja ti begja te gjitha serish, saktesisht në të njajten menyre, pa hezituar as një sekonde. Faj po hoj me koke, duke respektuar atë të vertet e kjë a gjo mbante me aktingjite. Atëhere, Pjeti ai,
Duke rifiluar fillin e bisedes që I kishte shelle deri ati, a merrni vesh ende nga tek gjitha keto, a mund të me ndihmoni të kuptoj se çfarë ndodhi kete natë me fondin. Jolanda pa ekranet ende të ndezur, grafiket e kukte pa levizur si nje plage e hapur ke pret mjekim. Ngjeu zemrën ti rritë fort serish, por kete here nuk ishte frike. Ishte diçka që ajo pothuajse kishte harruar si ndiheq, nje përzierje kellimi de adrenalin këve tempuna ke, donte arrinte ta u fronte. Nuk e dini se marr vesh ende nga tek gjitha, pranoi ajo me sinceritet. Gjane bere shume vite ke nuk praktiko asgjë nga gjo formalisht, por ajo ke pashe ne keto ekrane me thote ngjegje me mjaft kartesi zoti Redon, ki nuk ishte tregu që ajo falimentoi kete e nate. Ishte dikush, dhe, nga modeli kë e tregoj në keto levizje, ki dikush ngjite shume mire strukturen e brendshme të fondit. Fetyra e Redonit u zbehte edhe me shume se sa ishte. Po me thoni ke ishte dikush nga brenda. Pjeti ai zeri pothuajse duke u zhdukur. Ende nuk mund ta pohoj kete me siguri. U perg gjigjajo e kushdeshme. Por, nëse doni, mund të ndihmoj të shohim të dhenat me shume ketesi. Do të zgjasek gjithenaten eshte mireta dini. Të nuk mund të garantoj se çfarë do të gjejme. Redoni pa oren nejmur, pastaj serish drejt saj, të pohoj me vendosmeri. Atëherë do të kemi nevoje per kafe, tha ai, dhe per heri të pare ne atë agim, një gjurme e dobet shprese kaloi në fityren e ti të lodhur. Heun grite e qideri të kugjina e vogel ngjitur me salle, duke u kthjer pak minuta me vone me difilshane ke, naksirënin avull, njerin prej tyre të shtrire drejt Jolandes me një gjest pothuajse seremoni, sikura e akt I thjeshtet e njihte, kofte edhene heshqe, se marrëdhënia mes të dive kishte ndryshuar nivelat e nati. Ajo I pranoi filkshanin, duke ngjeren ksetesin e mes duarve të ashpra, dhe per nje sasti legjoj vetis të ndjente, kofte edhe kalimti, diçka të ngjashme me perkatesine. Ngjesi ke prej shume kohesh nuk viziton tek gjoksin e saj, brenda asaj ndërtesi. Para si të filojshme, zoti Redon, tha ajo, du të na duhet ti organizojshme të gjitha me metode. Du të me duhet të kuptoj strukturen e plote të operacioneve të fondit, historiket e transakcioneve të muajve të fundit, jo vetem të këti agimi, dhe kryesisht. Du të me duhet të disekush ka akses direkt në sistemet e ekzekutimit të automatizuar. Ke loj manipulimi nuk behet nga gjashte, dikush duhet të njohe protokollet e brendshme, oraret e mbike kërgjes me të ullet, vrimat specifikit e softwaret. Redoni hezitoj per një sas para se të pergjigjeq, sikur diçka ne men genetisht tashme politit e pikakë, a I do të preferonte të mos I bashkonte. Vetem kater njereze kane kete nivel aksesi, pranoi ai me zë të ullet. Une drejtoresha ime e operacioneve, shefi I teknologjise, te Otello. Teksa shkiptoj emrin e fundit, zeri I ti gjudrot lehte. Pothuajse ne mënyreta padukshme, por Jolanda e vuri re. Ai e merr mbante një peshe të ndryshme nga të qeret, një peshe ke ai gjodu të ngjihte të eksploronte, me kushdes ne oret e ardhshme të ati gjagimi ak vendimtar. Otello, per seri ti ajo duke mbashtur tonin neutral, thjesht duke thithur informacionin pa lenu të kuptohej, se sa shume ai e merr dukeq se peshonte mbi shpatullat e Redonit. Kush eshte ki person brenda strukturës së fondit? Redoni ferkoi syte. I lodhur, para se tu pergjigjaj, ortakuim, tha ai, shoku I me I mireke nga kohit e fakultetit në fakt. I themeluam Sedro Kapital bashke, para gati 20 vitesh, se cili duke vendosur çdo gjë që kishte pasur I de kredin e tavoline. Ai ishte si vela per mua zonja Jolanda. Nuk mundem as ta mendoj mundesine kë ai të gjete I përfshire në kete. Jolanda pohoj me koke, duke respektuar timgjen e dukshme pas atyre fjaleve, por pa I legjuar vetes të skartonte as një hipoteze ende. I kuptoj veshtiresine, tha ajo butesisht. Por nëse me legjoni, zoti Redon, ne punjen time të vjeter me sova një leksion kë nuk me lakure. Mashtrimet financiare të sofistikuara pothuajse, gjithmon e përfshajne dike të afert, dike të besuar. Ashte pikërisht kjo afersi kë legjon aksesin e nevojshem, dhe ishte pikërisht ki besim kë vonondishimin. Hajnuku përgjigj me njëhere, thjesht mbeti duke pare kafene e tij,
Security brenda mund të agjentin ndonjë përgjigje që ti lehtësonte peshen e asaj mundësie. Le të shkojmë të tëdhenat, tha i mene fund, i vendosur të mos linte sentimentalizmin të pengonte atë që duhej bere. Ne orit në vigjim, të di punuan krah per krah ti per kulur mbi ekrani. Redoni duke nëzgjerre raportet e historike transaksionesh ndërsa Jolanda ekzaminonte çdo linje me një përkendrim që dukegjse i transportonte pas në kohë. Në sallat e operacioneve ku kishte kaluar shumë vitet e rinise së saj. Pak nga pak, ajo po rifitonte një fjalor teknik që e mendonte të harruar, duke komentuar mbi luhatshmërinë e nën kuptuar, mbi modelet e liquiditetit, mbi korrelacionet statistikore që Redoni mezi arrinte t'indikte, pavarësisht formimit të tij solid në finanse. Gjoketu, tha ajo duke treguar një sekuence operacionesh të kryera nga një llogari specifike brenda sistemit të brendshëm të fondit. Ki model ekzekutimi ishte shumë i çuditshëm për të kene rastesi. Shihni se si urdhërat vendosen gjithmonë pak sekonda para lëvizjeve të forta në çmimin e aseteve. Kjo suggeron dike me informacion të brendshëm, dike që e dinte saktësisht momentin e duhur për të vepruar. Redoni u përkull për të pareme nga afer, duke mbledhur vitullat. Kjo montajë të vetëm fat, argumentoj ai, ende ngurrues për të pranuar rendesina e asaj që kishte parasiv. Tregtaret me përvoje ndonjë here e godesin kohen me instinkt. Instinkti nuk godet djete here resht me kete saktisi, zoti Redon, jak theu ajo pa armikesi, por me një vendosmeri ke vinte nga një siguri teknike e pamohueshme. Ki eshte model i dikujt ke e dinte para prakisht se çfarë du të ndotti, sepse po e shkaktonte. Në një fare mënyri kjo të ndotti. Hajmbetine heshqe per një momenta gjate. Si të e fiksuar në ekran, sikur po përpikaj të gjente ndonjë evrime logjike kërdu të legjonte të vazdonte të besonte ne pafagjesine i të gjitheve rreth taj. Jolanda vezgoj konfliktin e brendshëm të shfakur në fytyrën e tishde në gjunjë të mbjeke kartgjegje. E dinte, nga përvoja e sej, se sa e veshtire ishte të pranugjesit dikush tek i cili besonim tellesisht mund të në tradtonte në mënyre akte logaritur. Dhe te verifikojme edhe njegje para se te nxgjerim ndonjë përfundim, suggeroj ajo, duke u përpjekur të zbuste momentin. Me duhet të e shoh historikun e aksesit në sistem, gjo vetem transakcionet në vete. Nëse ekziston një model hirjeje kue përkon me oraret e ketire levizjeve të dishimta, gjo do të në të shume me të per, se sa qdo analize tregu do të ishte e afte. Redoni pohoj me koke, ende izbehte, dhe filluj të shkruen të komandate regjani sistem, duke kërkuar registrat ke Jolanda kishte kërkuar. Në ndërsa të dhenat ngarkoheshin nga dale në ekran, ai e pa me bisht të sirit, një pjeqe e heshtur po formohej në shprehgjen e tij. Nje përziergje mire njohgjeje dhe habjeke ishte para nje gruaje ke, ore me pare, e mezi e vinterit e kalonte në koridor me karosene saj të pastrimit, të ehuetani dukej se ishte personi i vetëm i afte për të shpetuar atike, babetaj nga jetajtik profesionale. Ju e vinire ironine e të gjithe ke saj, komentoj ai, me njeton me të lehte, duke u përpjekur të zbuste pak tensionin që i shtrengon të gjoksin të dyve. Prajtet e vitesh që pastroni kete sale, dhe une kure nuk e imaginova se isha në pranine e dikusht të afte për te pare ate që askush gjeter nuk arrit të shiti. Jolanda në ngriti super, një gjest i thjeshte ko e mbante. Me gjithate vite dore hek gjegjet e shënderuar në ketesi. Një rezit shohin uniformen, u përgjik gjajo, pa hiderim neze, thjesht duke konstatuar një fakta gjetes që kishte mesuar të pranonte. Rallehere shohin se kush eshte nente. Kjo nuk eshte fagji i askujt zoti Redon, eshte vetem se si funksionon bota zakonisht. Sa një reste tjera që gjashta e mbajnë historit të ngjashme me time, të ruajtura pas një idea, pas një uniforme, pas një funksioni kë askush nuk ndalon të vere në dishim. Ta imbeti mendues para atyre fjalev, duke ungjere, ndoshta per here te pare pas shume kohe, vertet i vogel para madeshtise se heshtur të nje personi qeter. Sistemi mene fund per fundo i ngarkimin e registrave të kerkuar, një liste e gjate akseseshte orarish ke shtrihej per gjave të tera. Jolanda u perkulem baj ekran serish,
Si te duke përshkuar lingjat me vëmendje të shtuar. Heshtja e salles e tjerë vetëm nga zhurma, e largat e kondicionerit dhe nga tiktaku diskret i ores në mur, duke shenuar minutat indje agemike. Pak nga pak, shënderohej në diçka shume me te madhe se sa Cecili prej të dive do te mundte. Kishte parashikuar kur hajrin e ate sali. Dersa syte e Gjolandes peshkonin linjat, i regjistrit në ekran. Mendja e saj fluturonte, pas mangshmerisht. Pas në kohe, si s'ndot të gjithmon e kur ajo i lejonte, vetes të gjite shume thele, në ate univers numra shkuedi kur kishte, kene e gjithë gjeta e sajq. Ka është heren e pare kë kishte shkelor, në një zire analize financiare, ende idri sapo e këtjer nga një shkembim ki e kishte, arritur permes shume per projekte të një bursi studimi kë edukej e pa mundur per një vajze të rritur në një lagje të thjeshte të periferise se Tiranis. Kishte kene e para e familjes këndikte një universitet, e para ke dilte gjashte vendit, e para ke mbroante një master ndër kombetar para një komisioni kë, fillimisht, dishonte se ajo kishte diska relevante per të shtuar ne ate fushe të dominuar nga burra me mbimra tradicionale dhe familje të pasura. Por Gjolanda kishte vërtetuar, kapitull pas kapitulli të teze se saq, se talenti dhe disiplina nuk zgjidnin gjepin, dhe ishte diplomuar me nderime, duke marrë ftesa nga institucionet e njohura per të ngjekur karrieren në Londër, në New York, në çdo vend ku të donte. Kishte zgjedhur tek të hejnë Shqipëri, e motivuar nga një per zjergje malide dëshire per të ndërtuar diçka në tokën e saj. Kishte arritur shpesht një pozicion të rëndësishëm në një fond investimesh në Tirane, ku njohu Markun, një analist të një fushë të tërë, i shelshëm dhe tërheqjes në vitet e para, me të cilin u martua dhe pati Bjorten. Gjeta duke se ndikte një skenar perfekt, deri ditën kur Bjorta, ende 7 vjese, filloi të shfaqte simptomat e çuditshme ke mjeket, dhe shen muajshte të re për ti diagnostikuar sakte. Se mundja kërkonte trashtime të gjata, hospitalizime të shpeshta, një përkushtim kohe dhe energjie ke asëngje dado apo sigurim. Shëndetësor nuk arrinte ta zëvendësonte. Marku, i pafte për të përbaluar peshen emocionale të situates, filloi të largohej pak nga pak, fillimisht nga dhoma e spitalit, pastaj nga shtepja, derisa ngjej ditë thjesht nuk u kthjemi. Gjolanda u pa vetem, me një vajze rende të semure dhe një karriere në rriqe kë kërkonte udhetime të vazhdueshme, mbledhje kë zgjateshin deri në ten vone, disponueshmëri totale. Nuk kishte si ti pajtonte të digja gjerat. Zgjoti Bjorten, pa hezituar, duke lënë postin, duke shitur çfarë mundej, duke riorganizuar gjeten rreth trajtimeve të vajzës. Fajtet në vëgjimishin me veshtirezi të skajshme financiare. Para te e kursiera u harkshuan shpejt para kostove mjekësore, dhe Jolanda pati nevojete pranonte shto pune kuj lejonte orare, fleksibel per të shokeruar Bjorten në vizitat e shtrajme në spital. Keshtu arretit e pastrimi i natës, një pune kë, paradoksalisht, i gjepte lirine te, ishte e pranishme gjate dites dhe te punonte ndersa vajtza flinte në kuqdesin, in gjefkin gjegje të besuar. Kure nuk i tregoj askujt në punë per të kaluare në saj. Jo nga turpi, por perve të mbrojqe. Te shpjegonte se kush kishte keni, qfare kishte lene pas, gjithmone silten e papjeqe shume të edhimshme, gjikime kuj, ajo nuk kishte energjiti per balonte. Ishte me eleta, me e sigurt, të legjonte ke të besonin vetem një pastrese të zakonshme, pa histori, pa të kaluar të dengje per të shenuar. Zonja Jolanda, zeri i redonit e soli pas në të tashmen, duke ndërprere butesisht udhetimin e heshtur ne per kushtimet e saj. Gjeta diçka, ajo politisyte, duke riorganizuar mendimet, dhe u perkull per seri mbi ekranin kë a i tregonte. Kishte ati nje transferte të regjistruar per një lugarit e jashtme, të lidhur me një kompani kë Jolanda nuk e kishte dëgjuar kurre, me një emër generik kë nuk i referohaj askjaje specifike të sektorit financiar. Kjo logari ketu, ta ajo duke treguar regjistrin. Ka marre fonde nga fondin e 3 rastet e ndryshme në dimuajt e fundit, gjithmonen e vlera kjedu të kalonin pa u vene rene një auditim si perfakesor, por ke të mbledhura. Perfakesojnë një shume të konsiderueshme. Redoni afroj fytyren të ekrani si të e hapur fort.
Gjo nuk duhej të ishte këtu, mermeriti ai, me shumë perve të sesa perte. Gjo logari nuk ishte pjese i asnjë operacioni që unë kam autorizuar. Atëherë, përfundoi ajo me kushtes, por me kartesi të mjaftueshme kë rendesja e pohimit të mos linte dëshime. Dikush ka devigjuar fonde nga ki fond prejshte pak të ndimuash, duke maskuar që do gjene pamgjen inje krizit tregu ke nuk ka ekzistuar kur revertet. Redoni u nangrit nga karrigia, duke kur nga njera ani e sales në qetre, duart duke shtrenguar floket e tijnë në gjek gjest agonie te për mbajtur. Dimuaq, per seriti ai, si kur që të fjalet e peshon të njëton. Kjo do të thotë se ki personi ka planifikuar këtë prit kohesh, duke pritur momentin e duhur për të vepruar në shkallet e gjeri. Ndoshta po, u pajtua Jolanda duke e vezguar me njeket e sike, në një fare menyre, duke i se ndihmonte atë të mbante në kontrol anktin e tij. Levizje si kjo zakonisht testohen në shkallet e vogel para një ekzekutimi me temad. Kush e beri këtë donte të ishte, i sigurt se sistemi i mbike kyrgjes se brendshme nuk do t'i zbulonte transaksionet me te vogla, per te aplikuar pastaj goditjen përfundimtare pa ngritur dishime derisa të ishte shumë e vone. Handaloj se ekuri, duke i paremengje shprejgje kë perzjen të vendus merineri friken e sinkerte. Me duhet të di se kush ka akses në kete logarit e gjashtme, tha ai, zeri me i fortese në qdo moment, që terte ati agimi. Me duhet nje emer, zonja Jolanda. Letak gjurmoj me kete bashke. U perg gjik gjagjo, duke këtjer tashme vëmendjen të ekrani, duke njere peshen e perg gjek gjesi sete rritej brenda gjoksit, por edhin gjevendos meri kë nuk, indjente prej shumë e vitesh. Vetem kerkoj kete keni ketesi, perg gjik gjamund të mosgjete a gjo ke gju po prisni të degjoni. Minutat në vigjim kaluan në nje hesht gjete tensionuar, të tjerë vetem nga zurma, e të stave keshti peshinde nga psheretima, e i rastesishme, i redonit, i cili dukej se plaket pak me shumeme, që do informacion të rikje shfakej në ekran. Jolanda punonte me metode, duke krikezuar registrati aksesit në sistem me oraret, e sakta të transakcioneve të dishimta, duke krigjuar menderisht nje linje kohe kuj. Pak nga pak, fillonte të tregonte në një drejtim kuj, ajo tashme i dishonte, por ende hezitonte të konfirmonte me zete larte. Zoti Redon, dhe ajo me ne fund, duke zgjedhur fjalet me kuqdes të shtuar. Me duhet të me thonin një gje me sinkeritet, në gjavet e fundit, a keni vene re ndonjë sheljet e ndryshme nga dikush i afert me operacionin. Ndonjë ndryshim rutine, ndonjë nervozizem të pazakonte, ndonjë justifikim të quditshëm për tu larguar në orare specifike. Redonin daloi se e kyuri. Fytyra duke ju shtremberuar në një shprehje të dikujt kë përpika, kundjer dëshire se vet të kushtonte detaje që du të preferonte t'i kishte injoruar. Otello, mermeriti ai, pothuajse pa dashur të shkiptonte emrin. Ai ishte i çuditshëm po. Anuloi di dreka që kishim kaktuar prej gjavesh, duke pretenduar mbledhjet e minutes se fundit që une kurre nuk arrita të i konfirmoja në aksenden i përbashket. Vorare gjithashtu se filua të vinte me vone në zire, dhe ikte me heret, gje kë nuk ishte në natyren e ti. Gjithmone kë kene i pari kë vinte të i fundit kë ikte, kë kure temeluam kompanine bashke. Hajberi një pauze duke ferkuar fytyren me duar para se te vazdonte. Para rreth një muagji, dhe gjova e t'hinje koment nga recepcionist që agjone per te ke merte vizita nga në Gjerez ke agjo nuk i kishte pare kurre me pare gjithmone gjashte orarit zirtar. Nuk i dashe rendesi ne ate kohe. Mendova se ishin gjerat e negociateve të te personale, investime private, diçka ke nuk kishte lidhje me mua. Jolanda perti u studitash, duke në gjere puzzlin ti organizohe ngadale para sivet e sajgjë, kë gjoverte tona të këtë dhenat po tregojne. Tha ajo me kujdes, e vetëdishme se sa shume ajo bisedje duhet të pojtimte burit para saj, por ende na duhen prova konkrete para se të drejtojme ndonjë gisht, zoti Redon. Dishimi nuk eshte siguri, denje akuze i gabuar mund të shkaterrogjen një mikesi, gjezet vjeçare pa nevojë, përveç të le komplikime ligjore serioze nësi gjuve proni me në kshitim. Haj pohoj me koke, duke i mare fryme telle,
duke u përpikur të kapet pas asaj konsiderati si një derase, shpetimi per në dërgjegjen e ti, si mund të jemi të sigurt atëherë. Pjeti ai, duhet të gjej me lidhjen direkte mes personit dhe llogarisë së jashtme. Shpjegoj ajo duke kthyer veshtrimin të ekrani. Hyrja, fjale kalimi, pagjisja e përdorur në momentin e saktë të transfertave. Nëse sistemi e regjistron këtë me saktësi, nuk do të ketë hapësirë për dyshime. Djarsa ajo shkruante komandateri kërkimi, redoni u afrua, duke vëzhguar mbi supin e saj, dhe Jolanda ngjeu, per herë të pare pas shumë kohe, angjesin e çuditshme të tekenit e pare gjo per uniformen ke vishte, por per atë ke vërtet dinte të bente. Ishte ngjesi e mire, por edhe e frikshme. Si të ritakogjen gjemik të vjetër pas vitesh largesie dhe të mos dije saktësisht se si të sillesh para ti. Gjukure nuk menduat tek të heshit në kete fushe. Pasi vajza gjuajju be mire. Pjeti ai, në një moment pauze mes një kërkimi dhe qetrit. Kureshja e sinkerte duke zbutur peshen e situatës per pak sekonda. Mendova shumë heri, pranoi ajo pa I hekur site nga ekrani. Por pasak shumë vitesh larg, gjithmonë me ishte dukur shumë voni. Tregu ndryshon shpejt, zoti redon. Gjerezit gjithashtu ndryshojnë në mënyrën se si I shohin atake, kanë kene jashte per ak shumë kohe. Pata frikët e trokisja në djerë dhe të dëgjogja nje, jo pas qetres, keshtu këndalova se trokituri. Ndoshta jeshte koata rishikoni kete, dha I mengjeton ke mbante me shume se sa tjesht mi rezhelje. Dhe Jolanda ngju, per herë të pare pas shumë vitesh, një shkëndigje të vogel shpresi të ndize I brenda gjoksit. Ajo preferoj të mos përgjigjash me njëhere. Duke u trembu se çdo fjale mund të tingelon të shumë naive, para çdo gjegje ke ende duhejte, zgjit haj ne ate agim. Kthuve mengjën të ekrani, duke shkruar parametrate rinjkërkimin e sistem, duke krikezuar orarit e hyrjes, te që do bashke punitori me akses të privilegjuar kunder orareve të sakte të transferteve të dishimta. Procesi ishte ingadalte. Çdo konsultim kërkonte disa sekonda per takti rezultate, dhe ne atë interval priqegje, një heshtje e ndryshme u vendos me stedive, jo me e tensionuar si me pare, por reflektuese, po tuajse komode. Redoni shfritezoj pauzen per të shërbier me shumë kafe per tedi. Dhe teki do rezonte filkshanin Jolandes, gishtat I tyre u preken lehte. Një gjest I vogel kembante, me gjithate. Një kuptim me te madh sesa se cili, prej te dive do te guksonte te planonte ne ate moment. Faleminderit, tha ajo me zete u let, duke pranuar gjestin e mire si se kë, duke ardur nga njebure, ne pozite akte larte, ende e kapte ne befasi. Jamune ke gju falende roj, u pergjik gjaj, duke u ullur per seri prane saj. Pa gju une do te isha krejtisisht I hambur keten ate, duke kerkuar pergjik gjene vendet e gabuara, ndoshta duke besuar verberisht ne njeres ke nuk e meritojnë kete besim. Sistemi, me ne fund, leshoj ngjesin gjall zanor diskret, duke treguar se kërkimi kishte përfunduar. Tedi u perkulen një kohesisht drejt ekranit, zemra e Jolandes duke u përshpajtuar me pritshmërinë e asaj ke ishin gati të zbulonin. Rezultatit u shfaken në një tabele të organizuar, te Jolanda përshkoj linjat shpejt, zemra duke I rrahur fort ndërsa si te e saj identifikonin modelin ku e kishte friket e gjente. Në se cilin prej 3 rasteve kur logaria e 6 kishte marre fondi nga fondi, njështa pagjisje, e regjistruar në kredencialet e aksesit të Hotel Lumeires, kishte bere hyrjen në sistem pak minuta para se transfertat të ekzekutoheshin. Redonim beti në heshtje absolut, si të e fiksuar në ekran, si kur priste kë e shkronjata e riorganizoheshin vete të formonin një histori qeter. Kjo mund të kete ndonjë shpjegim, meriti ai, me shumë per vete se sa per te. Duke kërkuar me dëshperim që do hapesire e dishimi kredu të legjonte, të vazhdonte të besonte në integritetin I mikut të tajgjë. Jolanda respektoi heshtjen kë pasoi, duke editur, nga pervogja e saj, se disa taj vërteta kishin nevojë per kohë këtë e tretën para çdo reagimi. Ekziston edhe diçka qeter, tha ajo, pas pak qastesh, duke treguar një grup qeter të adhenash në ekran.
modeli i ekzekutimit të këtyre transaksioneve. Mënyra se si vlerat u kopetuan për të mos ngritur dishimin e auditimet automatike është jashtëzakonisht i sofistikuar. Nuk është vepër e dikujt që po improvizon. Shte dikush me njohuri tekniket e avancuara. Dikush që ndoshta i ka studiuar shumë mire mekanizmat, e mbika kirgjes se brendshme para se të vepronte. Redoni kaloi doren në përfityre i raskapitur. Otello ka bere pas universitare në finansesasiore, pranoi ai zeri imbitur. Gjithmonë ka kene me tekniku nga në tedi, ndërsa une kujdesesha me shume për pjesen tregtare dhe marrë njet me investitoret. Ai e nje këte sistem nga brenda me miri se kushto, sepse ndihmoj në projektimin e tij. Gjolanda njoni rënkët jeti kalon të neper, shtillen kurizore kur njohu, në teknikat e perdurura. Jehonaj sakte të asaj ke kishte studiuar dekara me parene të zen, i saj të masterit, të njëjtat parimet e kompetimit të kamuflimit, që agjo kishte përshkruar teorikisht, si do besi tash fritezueshme në sistemet e mbike kjurgjes financiare të automatizuar. Ishte si të shihej në paskiret e të shihte, nga ana që tërdike duke perdurur njohurite, akademike të sen gjashtes fushe per kellime kreqtesisht të kunderta me ato ke agjo gjithmone kishte mbrojtur. Gju duhet të kuptoni njegje, tha agjo me seriozitet. Agjo ke po shohim ke tu nuk eshte një gabim impulsiv, as një vendim i marrë në dëshperim. A është një plan i strukturuar, i testuar, i ekzekutuar me durim gjatë të gjaveve. Kjo kërkon një nivel paramendimi që shkon shumë për të një tundimi momental. Redon ti unë ngrit, duke e kurderit e dritargja, duke pare dritat ende të ndizura të ndërtisave të qira në bulevard, sikur po kërkon të atje gjashte ndon gjë ngushellim për dhimgjen ke rritej brenda të. Njëzit vjet, da ai, zeri imbitur nga një emocion kë përzien të rajvend hëngje trishtim të thele. Njëzit vjet mikesi orta keri, besim reciprok indjertuar dite pas dite, të e gjithhe gjo mund të këte kene, gjate e gjithhe kohes, vetem le verdi kë priste mundesine, e duhur per tu zbuluar. Gjolanda unë grit gjithashtu, duke ju afruar atij me kujdes, duke njera impulsin per te ofruar ndonjë ngushellim, por pa ditur saktesisht se si ta bente pa kaluar kufiqte kë distanca mes tyre ende impononte. Gju nuk mund të fagjesoni vetën pse keni besuar të dikush, da agju me nje butesi këmbante pervogjen, e dikujt ke gjithashtu ishte tradtuar nga gjeta në format e gjera. Besimi nuk ishte do besi, zoti redon, shtek gjoka e ben sto shokeri, sto mikesi, sto familje, të mundshme per të ndërtuar. Tradtia ishte gjithmonë e zgjedhje e ati kë tradton, kur rifagji i ati kë besoj. Haja pate, sejte me lot, dhe per nje sas diçka per të gjmiren gjohjes profesionale, u duk se per shkoj atë shikim, diçka ke asëngjeri prejgj të dive nuk ishte i përgatitur ta e mertonte ne atë agim zbulimesh. Faleminderit, tha i thjesht, zeri i ngjirur. Per të gjithë kete, per të kenit ketu, per të parit atë ke askush qeter nuk arriti, per të me ndihmuar të shote verteten, sa do i dimshme të gjete. Gjolanda gjeu fytyren ting se hajlehte, duke këtjer shikimin të ekrani, me shume per zakon vetem brojtje gjësesa per siklet real. Ende duhet të kemi kujdes, ta agjo, duke rifilluar tonin me teknik, sikur po kërkonte ati nje port të sigurt per të mos u hambur në emosione kë, i mendon të shume të rezikshme per atë moment. Të gjegjme prova digitale eshte, e rendesishme, por në izolim man të mos gjete, im jaftu eshme per nje balafakim, definitiv. Duhet të kuptojshme gjithashtu se kush kuan këto para, nëse gjane ende të aksesueshme. Nëse mund të rikuperohem para se ndonjë dishim të alarmogje atë ki eshte pas kesaj kë të fshigje gjurmet ose të levize fondet, në një vend qeter edhe me të veshtire per të gjurmuar. Redoni u ulserish, duke marre frimethele, duke u përpjekur të rimarre këndrimin e leadershipit, kë posti kërkonte, edhe me zemren të thjerë. Keni të drejte, tha ai, duke pohuar me koke. Cfare suggeroni të bej me tani. Duhet të verifikojme nëse kjo kompani, kë mori fondet tende operon aktivisht, u përgjigjajo, duke kërkuar tashme regjistra të rinj në sistem. Kompanite guaske të perdorura per kete logj skeme zakonisht, ka në gjeti të shkurtjer,
të krigjuara specifike për të marrë dhe pastaj rishpërndare vlerat para se të shpërbehen. Nëse veprojmë shpejt, ndoshta ka ende kohë për të gjurmuar destinacionin final të këtyre fondeve para se të duken plotësisht brenda ndonjë strukture me komplekse, po tuaj se të pamundur për të zbuluar me pas. Koha atëherë vrapon kunder nesh, përfundoi ai duke parë me bishta si ritoren në mur, që tashmë shënonte pse pangjëserek të mengjësit, mungonin pakore për agimin, demetej për rifilimin e lëvizjes normale të zires. Mungonin pakore për agimin, demetej për rifilimin e lëvizjes normale të zires. Jolanda e dinte se duhej të përparonin shpejt, por me saktësi, sepse shtu hapi gabuar mund të alarmonte që duke ishte pas asaj skeme, duke I dhënë kohë të mjaftueshme për të fshirë gjurmët që ishin dhe perfekt mjaftë ekspozuara. Do të me duhet të aksesoj regjistrat publike, të kësaj kompani që mori transfertat. Ta ajo, duke kërkuar tashme në kompjuter një forme për të konsultuar situatën kadastrale të kompanisë se supozuar përmes bazave zyrtare të disponueshme publikisht. Nëse është një guaske izbrazit, e krigjuese fundmite pas një aktivitet real, kjo përforkon edhe me shume dishimin tone. Redoni vezgonte, impresionuar me shkatët e sine e saq duke lundruar ne per sisteme kujaj vete, pavarësisht formimit të atish në finanse. Du të kërkonte shume me të per kohë per, të zoteruar me të njëjtën rjedhshmëri. Në pak minuta, Jolanda gjeti atë kue I duhej. Kompania ishte regjistruar vetëm 4 muaj me pare. Me një kapital social simbolik, adrese fiskale qui korespondonte me një zyre virtuale, pa asnjë punonjës të regjistruar, pa fake interneti, pa asnjë aktivitet tregtar të dukshëm përveç lëvizjeve financiare që po hetonin. Kjo konfirmon modelin klasik, të ajo duke kthyer ekranin në drejtim të tij që ai të shihte me sy të vet. Një kompani guaske I krigjuar ekskluzivisht për të marrë, dhe pastaj rishpërndare vlerat e individuara, ndoshta përmes llogarive të gjera, mbase edhe ndërkombëtare duke vështirësuar edhe me shumë të rruggjurmimta me pashëm. Redoni goditi tavolinën me dore, frustrimi dhe vendosmerja duke u persir në shprehjen e tij. Duhet të veprojme para se ai të kuptoje që jemi pas ti, tha ai, duke ju referuar Otellos pamundur, ende ta shkipton të emrin e mikut me natyrshmëri. Nëse ai verën ndonjë lëvizje të çuditshme në sistem, mund të është zduket me pjesën tjetër të fondeve dhe të avullogje para se të arrajme të provojme diçka formalisht. Ishte në atë çast që celulari I Jolandes, I ruajtur në shepin e uniformes, driti vazhdimisht. Ajo hezitoi, por kur pa emrin e vajzes në ekran, u përgjigj menjëherë. Zemra duke I kërcyer me shkëtesimin automatik, test do nene që merr një tërgje 6 orarit. Mami, zeri I bjortes tingëlloi nga ana tjetër, I alarmuar. Je mire, Jane pothuajse pse I mengjesit dhe nuk u je përgjigjur mesazheve të mia. U shkëtesova, jam mire bie, u përgjigj Jolanda, duke u larguar pak për të biseduar me shumë privatesi, duke ngjere peshen e digjeteve krajtesisht të ndryshme duke u përplasur në atë moment. Doli një situate pune, një emergjense. Du të arri me vone sot, por sto gje është mire, premtoj. Çfarë logje emergjense në një pastrim, mami? Pjeti bjorta, me mosbesimin e dashur të zakonshëm që shfakej neze. Duke shndrishe, ka ndodhur diçka. Jolanda hezitoi, duke pare me bishta sirit Redonin, I cili priste me durim duke u përpjekur të mos duke I sikur dagjon të biseden, ndonese ishte kartesisht I vëmendshëm ndaj çdo fjale. Pastaj do t'i tregoj të gjitha mire, I të ajo vajzes me dashuri. Shta një histori e gjatë e bjorta, por mendoj se me në fund disa gjera të vjetra po vine në pa. Gjera që une mendoja se I kisha lene pas për gjithmone. Nga ana tjetër e lindjes, një heshtje e shkurtër e ngjekur nga një pjeqe e kushdeshme. Kjo ka lidhje me atë që baje me pare, mami, me atë që tani para meje. Ka po, u përgjigje Jolanda, duke ngjere sitet I mbusheshin me lot nga një emocion I vështirë për tu e mertuar. Por mos u shkëteso, vajza ime. Është një gjë I mire mendoj. Ndoshta është koha që unë të ndaloj se fshehuri pjeset e kaktuara të vetesime. Teksa mbylli telefonin,
Ajo u kthye pranë Redonit, I cili po e vëzhgonte me një shprehje të butë, pothuajse nderuese. Vajza gjuaj, pyeti ai, butësisht. E shketësuar për mua, u përgjigja ajo, duke ruajtur celularin serish. Siç ka kene gjithmonë, ke kur ishte e vogël. Rolet gjane përmbisur shumë herë mes në shkgjate viteve zoti Redon. Tani, le të vazhdojmë. Koha nuk ndalon se vrapuari, të ende kemi shumë pune për para se djeli të lindë mbi këtë qytet. Redoni pohoj me koke, por para se tek të heshin të ekrani, I lexoj vetes një pjegje ke poezien të ke nga telefonata. Ajo edi per formimin tuaj per tek gjithë historin e tuaj, deshitetin të ai, kur e shtar per dinamike mes nenes dhe vajzes parangje sekreti ak mire të ruajtur per ek shumë vite. Edi por kurre nuk kemi folur shumë per kete, pranoi Gjolanda. Duke rimarre vendin pranë taj. Bjorta urit duke editur se mami kishte studiuar gjashte. Kë kishte punuar me numra para se të behej pastruese, por kurre nuk pjeti detaje, ndoshta nga instinkti mbrojtjes. Mbase sepse ndjente se ajo ishte ngjete me kë me lendon të ta prekja. Gjemi të ngjashme në këtë sens. Ushmangemi hapqës se plageve të vjetra kur nuk eshte reptesisht e nevojshme. Ndoshta kjo natë e ndryshonit hekete. Komentoi ai me një buzëqeshje të lehta. Buzëqeshja e pare e sinkerte që Gjolanda shite në fytyrën e tij që kur kishte hire në ati sale ore me pare. Ndoshta, u pajtua ajo duke ngjerenje në kësaj të papritur të përhapej në gjoks para asaj mundesje. Por tani, zoti Redon, problemi ende ka nevoje për zgjidhje para se që do reflektim mambiti kaluaren të mund të prese. Leti verifikojme nëse ekziston në ndonjë forme, per tek gjurmuar lëvizjen finale të këtiri fondeve para se të filloje orari zyrtar, dhe që do dishim I jeni të behet shumë I dukshem, per ke duke po vezgon nga afer. Ata u kthyen ne pune me një urgjense të perterire. Gjolanda duke krikezuar bazat e dhenash publike, të regjistrat e brendshëm në një përpjek që per të hartuar se ku ishin dërguar fondet e devijuara pasi kishin kaluar permes kompanisë guaske. Procesi ishte I imtesi shem, shto zbulim I rihapte rrugën per një pjeqe qëter, si shtresat I një kepe ke keroheshin një nganje. Redoni mbeti pranë e saj. Tani me pak si shef krembi këkuar një punongjese dhe me shume si një partner I vërtet e hetimi, duke përthithur që do shpjegim teknik ko a gju ofronte me interes të sinkerte. Ishte rret ores 6 të mëngjesit, kur kjeli 6 tashme fillonte të zbehej tërpshem. Kur dek gjuan hapa duke u afruar në per koridor. Redoni u hov, duke pare oren, duke logaritur se kush mund të ishte duke arritur ak heret në atë kat normalisht të zbrazet deri në oren tete. Vete maj mund të gjete, mermeriti fityra e tensionuar duke ju referuar Otelos, I cili si pas asaj ke vete Redoni kishte komentuar gjave me pare, kishte nisur një rutine të reperte arritur me heret per të zgjidhur vonesat para se orari zyrtar të filonte. Një shpjegim kë, në atë drite, merte një kuptim krejtësisht të ndryshem. Gjolanda ndjeu zemrën të rritë fort, por mbajti kendrimin, dekada pervoje në mjetise me presion të larte, duke u kthjerne si perfakesi një instinkt kurre plotesisht I fjetur. Ndoshta ishte me mire të largohem, suggeroi ajo. Duke menduar se si prania, I sagjati mund të nderli konti në bisede ke duhet të ndodh të mesor të kesh. Kjo se I ku përgjigj Redoni, me një vendosmeri surprizuese. Kam nevoje kë të arrish. Kam nevoje për dika ka I kupton numrat ashtu siç I kupton ti. Në rast se ai tenton të ngaterroje situaten, me jargon teknik ke une vetem nuk do të arrija ta çmontoja në çast. Dera u hap para se Gjolanda të mund të përgjigje, duke zbuluar një burre per afersisht të se njajtis moshe me Redonin, kostumi patemete edhe në ate ore. Por me një higjelodjegje në site ke binte ndeshme kendrimin gjithmone confident, ke dukshem e kishte zakon të shfakte. Otelo ndaloj në Prag, I surprizuar kur gjeti orta kun të shokeruar, dhe per një qast të shkurter. Nje drite diçkagje të ngjashme me panikun per shkoj fytyren, I tij para si të maskohej shpejt nga nje buzëqeshje profesionale. Redon tihe ketu këtë gje. Komentoi ai duke u përpjekur të tingelonte rastesor, si të duke shetitur mes mikut dhe Jolandes,
duke u përpjekur të kuptonte pranine e pazakonte të pastrueses të ullur para ekraneve të sistemit të brendshëm. Jam u përgjigje Redoni, zëri i kontroluar, por i ngarkuar me një tension që ai tashme nuk mund të fshihte plotësisht. Patem një natë të vërtetë, Otello. Fondi humbi një shumë të konsiderueshme mbreme në një dështim të supozuar të tregut. Otello tundi kokën, duke krigjuar një shprehje shkëtesimike. Nësite e vëmendshëm të Gjolandes, duke shumë e inskenuar për të keni tërësisht e sinkerte. Satmer, tha ai, a keni tentuar tashme të identifikoni se çfarë ndodhi? Fajkën u përgjigj Redoni, pa ja hekur shikimin nga fytyra e mikut. Dhe zbuluam disa gjëra mjaft interesante këtë agim. Ulu, Otello, duhet të bisedojmë për një kompani të kuajtur Rumo Vertical Participations, dhe perse kredencialet e tua të aksesit u shfaken të regjistruara saktesisht, në momentet kur fondet u transferuan të kjo kompani. Heshtja që pasoi ishte absolute, e renda e tërhekur singjelitar gati për tuke putur. Otello mbeti në këmbë të dera për një moment të gjatë, buzëqeshja profesionale duke i rreshqitur ngadalë nga fytyra, e zëvendësuar nga diçka më e ashpër, më e dëshpëruar. Një maske sociale ky me në fund filonte të kriset në peshen i të vërtetes, që tashme nuk kishte me se si të fshihej. Nuk e di për çfarë po flet, dhe ai më në fund, por zëri doli më i dobet se sa pretendonte. Një krishje e dukshme pas përpjekjes për të mbajtur qendrimin. Duhet të ketë ndonjë gabim në sistem, ndonjë gabim regjistrimi. Redoni u ngrit ngadalë. Grushtet e shtrenguara në trupit, duke mbajtur një rajve që konkuronte direkt me dimgjën e të parit të fasades se 20 viteve mikesi, duke u shembur para sive të tij. Nuk ka as një gabim, Otello, tha ai zëri i ulet, por i forte si qeliku. Kaluam gjithën aten duke verifikuar çdo detaj. Oraret, vlerat, pazhizjet i perdorura, çdo gjë të tregon saktësisht ty. Gjolanda mbeti e ullur, duke vezguar skenen me këtejsine e dikujt që tashme kishte dashmuar, në ngjajë të qeter, situata ballafakimi të ngjashme, andone se kurre me peshe emocionale ak personale sa agjoke, shite të shfakur në fytyrën e Redonit. Agjo e dinte se ai ishte momenti me delikat i gjithë hetimit, casti kur e vërteta, me në funde ekspozuar, duhej të pritej me prova mjaft, solide që asnjë mohim të mos mund të rezistonte për shumë kohë. Otello bëri disa hapa brenda sales, duke mbellur derën pas vetes me një gest pothuajse automatik, si kur instinktivisht donte ta mbante atë bisede brenda atyre 4 mureve. Shpatulat e tij, dikur të drejta dhe konfidente, duke shin tani të kerrusura në një peshe të padukshme. Dhe kur me në fund foliserish, zëri i taj tashme nuk tentonte me tafshite plotësisht dëshpërimin që i banonte. Redon Savas filloi ai duke zgjedhur fjalet me kushdesin, e dikush që e di se është gati të kalojë një pikë paktim. Para çdo gjëje qeter, kam nevojë që ti të kuptosh se kjo kurre nuk ka kene për të dëmtuar ti, kurre nuk ka kene për mikesinë tone. Atëherë për çfarë ishte? Pyeti Redoni, zëri duke i drithur nga përmbajtja emocionale, duke kërkuar me në fund. Pas 20 viteve ortakeri, një përgjigje të ndershme që tashme nuk mund të shtihaj me. Otello mori frymë thelle, syte me lot, duke pare me në fund mikun me një ndershmeri që duke se i kushtonte një përpjekje fizike gigante. Ishte për tu ngjerej padukshëm, tha ai, zëri i mbitur. Ti ishe gjithmonë e fytyra e Cedro Capital, Redon, emrine kopertinate revistave, i ftuari i leksioneve, orta ku kë investitoret donin të ngjihnin personalisht. Unë mbeta ne prapaskene, duke ndërtuar sistemet, duke projektuar strategjite kë e mbanin gjite këte, dhe askush kurre nuk e diti emrin tim gjashte ke saq zire. Redoni tundi koken i pabesuar. Kjo nuk eshte arsye për të vjetur fondin tënd, Otello, tha ai, zëri ende duke u dridhur nga nje për zjergje rajve të dimgjegje të tele. Nese e ndjegje këte, pse kurre nuk bisedove me mua, pse kurre nuk me the asgje, në ngjezit vjetor të keri, sepse nuk dogja të edukesha i dobet, u përgjigj Otello, duke ferkuar fytyren me të digja duart,
Në një gest të dikujt kemi në fund linte të binte një peshe që e kishte mbajtur prej shumë kohe. Fillova me pak, duke testuar vrimat në vete sistemin që unë vete kisha ndihmuar në projektim, duke I thënë vete se ishte vetëm për të provuar një pike, që kure nuk do të arrigja në vlera do me tenesi. Por sa me shumë shihgja se askush nuk I vinteri, ak me e lehte behejte vazhdogja. Do t'i përdorja ato para për të hapur kompaninë time me naksuese, larghies të ndiridon. Do të vërtetoja se he unë mund të shkelkeja vetëm. Gjolanda e siladeria të here kishte mbetur në heshqe, në gjuse ishte momenti për të ndjerhire, jo për të gjikuar, por për të shele kartesi teknike në një bisede kë kërse nonte, të humbiste të rrisisht në teritorin emocional. Aja në fondet ende të aksesueshme. Pjeti ajo drejt për drejt hotelon, zeri I saj I kete duke prere tensionin e mjedisit sinje teh I sakte. Apo tashme janë levizur jashtë vendit. Hotello e veshtroj ate. Ndoshta per herete pare duke kuptuar vertet, se kush ishte ajo grua e ullur para ekraneve të sistemit, ki ai veti kishte ndihmuar të ndertohe. Gjane endene logarine ndermgjetese. Pranoj ai me zete ulet. Do të prisgja e të disa gjave para se televizja të gjitha në gjashte shtetit, këtë mos ngrigja dishime me levizje nder kombetarit e papritura. Një letesim I heshtur për shkoj fytyren e redonit para atij informacioni, andone se dhimbja e tradëtise vazhdonte të, ishte edukshme ne që du lingje të shprehgjes se tij. Kjo du të thote se ende mund, ti rikuperoj me të gjitha, ta ai, me shumë për vetisesa për të gjeret të pranishem në salli. Nështë po, konfirmoj Gjolanda. Duke menduar tashme ne hapat e ardhëshem të nevojshem, protokollet formale, komunikimin me autoritetet regulatore të tregut financiar, dokumentacionin kwedo të duhejte përgatitej me urgjense, por I me saktesi të mi jaftueshmi ke asnjë detaj të mos mund të kundeshtoheshme pas. Teorit në vigjim, Mezira që tashme filon të mbushej me punon gjesit, e pare që arrinin per oraren normal, një sekuanse vendimesh të veshtira pati nevojet e me regje. Redoni, ende duke procesuar dimgjen, e njemikesi të shkateruar. Zgjodita u da hikte situatën në mënyre që të legjon të këthimin e plotet e fondeve të devigjuara, duke shmangur një skandal publik që do të demton të gjove tem fondin, por kindra investitore që I besonin pasurine, I tyre Cedro Capital prej vitesh. Otello? Para provese pa moheshme të mbledhur gjate atij agimi, nuk pati alternative që të herve që të bashke punon të plotesisht, duke këthier që do kindarki të devizhuar, të duke lene për fundimisht ortakerin e kjo kishte, ndertuar prane mikut perdi dekada. Ishte një proces I dhimshem, ingarkuar me heshqe të renda dhe biseda të veshtira ke, tu tez gjateshin për gjave të tira, por kë, të pakten, ruajtëtia të ke mund të ruhej, integritetin e fondit, besimin e investitorive, dhe një version të se vertites që nuk pati nevojgjeta ekspozon të publikisht detajit, me të shemtuara të asaj tratti personali. Në ames të gjithë asaj riorganizimi, me gjithate, kishti një histori tjetër që po zhvillohe, e heshtur dhe e ndritshme, duke u rritur në margjinat e skandalit të shmangur. Redoni, I impresionuar për të e qdomase me kompetencen teknike të ketesne e Gjolandes gjate gjithë krizes. Nuk mundaj me të shite ati si pastruesen diskreti kui kalonte, pa u venire ne per koridore preshte të vitesh. Eftojate, në mundesine I pare ki pati, per një bizde formale në ziren etaj, kete here në meste orarit zirtar, në ndriten normale të dites. Zonja Gjolanda, dha ai, duke zgjedhur fjalet me një kush dispotuaj se ceremoni. Cedro Capital ka nevoje, me shume se kurre, perdi ke me njeshmerine dhe njohurite tuaja teknike në kri të një departamenti të rrite analizis se rezikeve dhe parandalimit të mashtrimeve. Do të deshaj roja me gjithë sinceritetin, kë gjute konsideronit margjeni këtij pozicioni. Gjolanda në gjëusitet I mbusheshin me lut, dhe kada pritjegje di sakrifisi duke konvergjuar në ateftesete vetme, akte thjeshta në fjale, por ak monumentale në kuptim për gruan keme në fund shihte të njohur, në dritën e dites, s'dukje ke ishte detiruar të fshite per ak shume kohe. Tajani I sigurt per kete, pjeti ajo zeri imbitur,
Ende i pabesuar para permases se asaj ko i ofrohej pasak shumë e viteve të padukshmerisë profesionale. Janë e bere me shumë se di dekada kë nuk punoj formalisht në kete fushe, zoti Redon. Du të kem nevoje per kohë kë të perditesohem me shumë mjetet i regulore të regja. Jam absolutisht i sigurt, ju përgjigj ai pa hezituar. Disa i përket kohese përshtatjes, ju du të keni gjitë mbeshtë gjen e nevojshme, kurse mentorim, çfarë do kjo të jetë e nevojshme. Ajo që pashe atë, agim nuk ishte vetëm njohuri teknike, e ruajtur mire në memorie. Zonja Gjolanda. Ishte instinkt, integritet të nje aftesi për të pare modele kwe shume njërez me seve shkelkje si kurre nuk i zhvilluan. Kjo nuk mesohet në as një kurs. Hajo buzekeshi. Nje buzekeshqe e sinkërte ke duke i se ndrisonte, që duk gjurme lodgjegje të grumbulluar në fityre i saj gjate ak shume viteve të veshtira. Dute me duhet të bisedoj me vajzen tajme para si të gjap një përgjigje për fundimtare, tha ajo, por si të isaj tashme të regonin para prakisht, se cila du të ishte ajo përgjigje. Gjave kaluan kënga e agim këndrishoj përgjitmone drejgjtimet, e ak shume gjetevi brenda kulis aurora. Skandali, i udha hekur me diskresion, të përgjigshmeri nga Redoni. Ishte zgjidhur pak i publiku ne përgjithesi apo shtipi financiar, as të dishonti për rindesine, i asaj ke potuajzi kishte shkateruar Cedro Capital. Fondet u rikuperuan plotësisht, investitoret kure nuk arriten të dinin rezikun ke pasurja, e tyre kishte kaluar, de Otello. Pasi ktheu, shtuk gjeke kishte devigjuar, ndoki rrugan e tij larg ati i tregu, duke mbajshtur me vete pasogjati zgjedhjeve të veta, të dityre në veshtire për të rindertuar vetem. Ndonjë loj kelimi. Gjolanda nga ana e saj. Gjetonte dite kë ende i dukeshin pothuajse surreale. Kishte pranuar ftesën e Redonit pas një bisede tek gjatë me Bjorten, e cila kur dëgjoi gjithë historinë, nuk kishte mundur t'i përmbante lotet e krenarise për nenen që gjithmonë e kishte ditur, në fund, se ishte e gjashtë zakonshme, por ke kure nuk e kishte imagjinuar përmasen i saktet e asaj gjashtë zakonshmerie. Bigjeti nuk bere as gjet që tërë vece ate kë, se do nene e dashuruar du të bente, kishte thënë Gjolanda aten ate, ndërsa te disha bisedonin në salonin, e vogel të apartamentit ku kishin ndertuar, bashke, nxegje të re këndrese dhe dashuri. Ti ishe projekti i me i madhe, ariqa i me i madhe. Kure mos dishone kete. Në ditën e pare në postin e sajtiri në kriti i departamentit të analizes, se rezikive dhe parandalimit të mashtrimeve të Cedro Capital, Gjolanda hirin e të njajtin ashensor këng gjithë i prejak shume vitesh, vetëm me karocen i sajti i pastrimit. Kete here, vishte një kshakete diskrete por të patemet të i blerei me rogjen e pareti paradën e kë Redoni kishte insistuar të siguron të kë ajo të mund të ndihesh rehat në atë kapitul të ri. Këra rritin e këtin e njëzet e dite, gjeti disa nga koleget e vjetër të pastrimit, të cilet e përshëndeten me surprize dhe gezim të sinkerte, pa as një gjurme zilje, vetem krenari të sinkerte për një historike duke i sikur kishte dale direkt nga një perale moderne. Redoni e priti personalisht, duke e prezentuar formalisht të skuadra, e analisteve kë, nga i moment, du të punonin në mbike kyrgjen i saj. Shume ati ishin krikezuar me të panumerta here në korridore. Pa imagjinuar kurre se kush ishte vërtet ajo zonjë diskrete kë zbraste koshate tajre dhe organizonti tavolinat i tajre që dunate. Tajsa dukeshin të zene ngushte, të qere sinkerisht të mrekulluar, por të gjite. Pa përgjashtim filluan të trashtonin me respektin, i të lekë historia e saj dhe kompetenca e saj meritonin. Ne muasht ne vigjim, nen u dhe hekgjen e Gjolandes. Cedro Capital implementojnë nga sistemet me të avankuarat të monitorimit të mashtrimeve në tregun financiar të Tiranes, i bazuar pikerisht në parimet kë ajo kishte zhvilluar dekada me pari në tezen e saj të mastrit, me në fond të aplikuara në praktike, duke mbrojtur që vetëm atë fond, por duke sherbir si model per institucionet të, gjera kë kërkonin të parandaloheshin kunder skemave të, ngjashme me atë që pothuajse se kishte shkateruar çdo gjë që Redoni kishte ndjartuar. Gjad Alberti, kolegu i vjetër i nderimit të natës që gjithmonë i bente shokeri gjatë kafese,
si agimit në koridoret e zbrazet atë ndërteses, ishte ngjengati paret që festoj lajmin, krenar që kishte dëshmuar, kofti i henga larg, fillimin e nje transformimit e tille. Zonja Jolanda ka kene gjithmonë ngjeri shume, i mire për të mbajturat e karroce pastrimi gjithëgjeten, kishte zakonte perseriste aj, me steke shuravete per lotura, sa heri ke i takonte tani, me gzakete dhe idi të re, duke e kur me hapate sigurt në përten jajtet koridor ke me pare i perskonte në heshqe. Të mes raporteve teknike dhe mbledhjeve strategjike, një mikajsik gjithëngje, e mahe afert mes Redonit dhe Gjolandes poshën der rohej, në heshqe, në diçka me të thele, diçka këte dhe trajtuan me kushdesin, dhe respektin këve të amdi njërez ke tashme i kishin njohur mire dhimgjen dhe i kendresen. I gjetas të tedin in tia dedikonin neri gjetrit. Tak pati neksitim, nok pati spektakel. Vetem dertimi gradual inje afeksioni të sinkerte mes di shpirtrave kje me në fund i legjonin vetes, pas ak shume viteve sakrifise dhe padukshmerie, të shiheshin plotesisht, me të gjitha talentet e tyre, plaget e tyre dhe historita e tyre. Fjorta krinare dhe emosionuar, dëshmojnë në në saj duke lulezuar para sajvet asaj, duke rifituar një shkelkim kë agjo mezi kushtohej të kishte pare kur ishte femigje. Dhe ishte pikarisht në një pasdite të dile, të mbledhurat e digja rreth një kafegje, kur Bjorta komentuaj, me site duke shkelkjer nga emosioni, se histori si agjo meritonin të tregoheshin, per të kushtuar ak shume njerëzve atje gjashte se kurre nuk eshte shume vone kuj i verte tambi, ate se kush gjemi të dale me në fan në pa, dhe se njogja, nëndoni se vonon dekada per të arritur, aring gjithmone per ata ke kurre nuk reshten se besuari në vleren i tyre. Nëse kiud hetimi Gjolandes dhe Redonit preku zemren tuaj, dijeni se historisi kjo superimi, të vertet e dheri fillimesh, gjani saktesisht agjo ke ki kanal kjer konte shele, stugjave per të ndricuar në të tuaja. Nëse u emocionuat me ke të ngjarje, lini pelkimin tuaj. Komentoni se cili moment preku me shume zemren e secilit, dhe mos harroni të regjistroheni në kanal, per të mos hamburas nje nga historit e i ardhëshme, gjithmone të ngarkuara me kete forcit e ngjashti, të kete shpresit e ngjashti. U presim në komente, dhe deri në historina e ardhëshme. Fundi i historisë.